që komunën e Mitrovicës, ta udhëhesh një njeri që u rrit LDK. Po, edhe Podujevën e tjetër. Podujevën ta udhëhesh njeri presidentës e ki, pi presidentës e të poshtë, gjithë e ki, pi presidentës e të poshtë janë njerëz të cilët e kanë shfrytzu popularitetin e Albin Kurtit për me mrrini pozitë vetën. Edhe dinë të tonë se qështu kanë vetëm individ, LDK-ja mbetet si strukturë dhe parti politike unike. Këta janë individ që kanë dalë dhe në taksirot kanë fitu që shtojnë. Kjo është në mënyrë aksidentale. Edhe ta është i kini presidente aksidentale të i kje kreti ki që shtu këto. Në mënyrë aksidentale. Edhe në Mitrovic e kini njeri që ta që me kontribullet dhe kësë shkanë dikun tjetëri kontribullet. Ata që e shku nga Mario Koft. Shpetin Bullici aksidentalisht ta mu dyher Podujevën si pas tje. Kush? Shpetin Bullici. Qëre, gjithmonë herën e parë merr aksidentalisht, për shkak turmave, herën e dytë, kur e ki pushtetin pak ma letë i fiton Po, pikërisht, dhe më thonë, kur ta ki pushtetin pak ma letë. Kjo është ta një se mirë. Herën e dytë, herën e tretë, e katër shkojnë të të ronë. Duhem i këqy për shanë fush Kosovën që që kanë marë. Se ti thunë nuk e kanë pas pushtetin kur. është fakt që prej luftës se ne e kanë pas fush Kosovën gjithmonë LDK-ja. Po foli për komunë. Ta ka marrë një njeri i cili ka punësu njerëz përmes Kekut, përmes Kecit, përmes atje që ka i kanë nobilishe